dhe jemi bashkë me zonja Bajramshahe Jetullahu nga Komiteti i Grave të Verbra të Kosovës, me të cilën do të flasim për sfidat të cilat i kanë, sfidat të cilat po i përcjellen në fakt ndër vite, po të qëndrojnë pothuajse të njëjta dhe diçka që është shtuar tash kohëve të fundit është mungesa e mbështetjes financiare. Për shkak të mungesës mbështetjes pa mbështetje, do thotë këto të fundit kanë mbetur pa realizimin e aktiviteteve dhe nuk mund të realizohen asnjë aktivitet tjetër. Cilat janë aktivitetet që zakonisht realizohen gjatë tërë vitit? Çka ndodh në këtë rast kur nuk realizohen dhe nuk bëhen aktivitete, nuk mbahen ngjarje të tilla, nuk shënohen ditë të caktuara, do ta kuptojmë pas pak me bisedën në studio. Mirëmëngjesi zonjë, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjej, ju falenderoj përzemërsisht. Ky televizion gjithnjë ka qenë përkrahës e njerëzve me nevoja të veçanta. Është kënaqësi që ju kemi këtu në studio dhe për atë sa mundemi, mundohemi të paktën me këto intervista të japim një mesazh të ndihmojmë edhe ndoshta të shohim dhe të kthejmë vëmendjen edhe nga kjo kategori. Flasim pak për atë çka po ndodh për momentin. Çka jeni duke bërë si komitet? Çka po ndodh me komitetin? Tash themi edhe vitin kalon kemi pas sfida mjaft, ku kemi met pa realizone aktivitetet tona, por edhe si duket edhe kë vit do t'i ngjasoj atij të kaluarit. Për momentin tash që është veç nga fillimi, janë të parapara aktivitetet cilat duhet të kryhen, po që kemi mbështetje, po fatkeqësisht deri më tash nuk është dhënë ndonjë sinjal që do të kemi ndonjë mbështetje për të kryer aktivitetet tona. Aktivitetet komiteti ka nevojë shumë për aktivitete për gratë dhe vajzat e verbra cilat veç kanë nevojë për mbështetjen tonë, qoftë për studime, qoftë për aktivitetet ndryshme, trajnime të ndryshme, siç dihet shembull, femra çdo kund ka drejtat e cungune, mirë po për neve është edhe kjo edhe ma e vështirë, ne pretendojmë të bëjmë, të inqizojmë në audio që femra i berber të din të drejtat e veta, mos lejoj bullizime, diskriminime, po edhe të kryej arsimimin cilin e ka dëshirë, mirë po pa mbështetje fatkeqësisht si duket do të jesemi ku kemi qenë. Dhe vitin e kaluar, po deklarën që ka qenë pothuajse i ngjashëm, sikurse edhe ky vit që ka nisë kështu, pa mbështetje dhe prej kujt zakonisht i keni pas këto mjete financiare, ose kush kanë qenë mbështetësit më të mëdhej? Më herët, do të thotë me donacione të ndryshme, komuna na ka përkra vitin e parakalun, vitin e kalun jo, rrjeti grave gjithherë na përkra atëherë kur kanë fonde, mirë po si duket edhe atje tash veç nuk ka fonde, edhe kemi mbeti pa mbështetje se rrjeti grave çdo herë na përcjell atëherë kur ka mbështetje financiare dhe sidoqoftë kryjm disa obligime që komiteti ka. Mirë po vitin e kalon edhe si duket edhe këtë vit po frigohem se këtë vit do të vit deri te mbyllja e shoqatës. Pa mjete financiare na qofse edhe një ditë dalim në zyre për ndonjë aktivitet, ne mund kryjm disa aktivitete vullnetarisht. Mirë po shpenzimet që bëhen aty, atëherë ne s'kemi ka me pagu. Pra themi kështu në këtë rast, po qëndrani krejt në shtëpi dhe po vazhdoni me jetën personale ashtu qysh e qanë edhe qysh është ndryshe prej njëri tjetrit. Ndërsa në zyre, në komitet, në shoqat, nuk po shkoni, nuk ka aktivitete, janë dalë krejt përkohësisht. Për momentin, po, na kryjm aktivitete nëse shembull edhe prej shtëpisë, në disa raste punoj pasi që telefonat për keme vete, tash
çdo kush, çdo shtëpi po e ka nga një kompjuter, aq sa po mundemi po kryjm, po është e parapone që t'jemi në zyre, nëse dikush vjen ta kërkoj ndonjë kërkesë, ndonjë shkrim, diçka pa marrë parasysh, atëherë ata nuk mund me ardhë në për shtëpia me na lype, me na gjetë. Ne duhet jemi aty, për fatkeqësisht. Është numëri i lartë, i madh i antarëve që janë pjesë e shoqatës së komitetit. Por na fatmirësisht reagojmë edhe ndikojmë kudo qoftë në Kosovë, nëse një femër shpreh një dëshirë të kontaktoj apo të kërkoj diçka prej neve, pa marrë parasysh a e kemi apo se kemi antare, ne reagojmë edhe ndikojmë aty ku ka nevojë. Ndërsa shoqata si shoqatë ka një numër bukur të madh, mirë po si dihet dikun bien, dikun e regjistrohen, dikun vdesin, dikun kështu që kur numri konstant nuk mund me qenë. Nuk është çdo herë i njëjtë, po patjetër. Ju më herët thatë që munduheni që çdo herë me mbështet gratë, edhe në veçanti tash gratë e verbra, të cilat mundën me pas sfida, mundën me ju mohu një drejt e caktuar, do të bëhet diçka me audio, që sheta, do të ketë diçka që ato të kuptojnë drejtat e tyre në këtë rast? Ne kemi pas edhe 2 vitet e parakalune, një mbështetje prej rrjetit, mos të keq kuptohemi një, po çdo herë rrjeti për çështjen edhe për lobimin për gratë e verbra, gratë dhe vajzat e verbra kanë ndihmu. Edhe na kemi bërë disa audio që e kemi postuar në Facebookin tonë, web faqen tonë, po mirë duhet të vazhdojmë prapë, ka nevojë të madhe për këto gjëra që fatkeqësisht të verbrit nuk i kanë. Një drejt po ashtu themelore së cilit qytetarë të Kosovës, ashtu që është garantohet edhe me kushtetut, me ligjet e Kosovës, është edhe drejta për arsimim. Dhe e di që një kohë pra ka funksionuar, kemi lexuar libra të fakultetit të psikologjisë në mënyrë të cilat ato vajza që po shkollohen dhe po studiojnë në këtë fakultet, ta kërë më atlet, do thot me i marë informatat saj për këtë librave. Nuk ka pas nevojë, do thot me i lexu dikush tjetër nga familja, me qenë çdo herë të shoqëruar edhe në këto raste, por që kjo iniciativë ka pas me zgjatë edhe me u zgjeru edhe në fakultetet të tjera. Kjo po ndodh apo nuk po ndodh? Jo, kjo ka ngecë aty ku edhe ju e dini që keni qenë veç gjithim për krahas. Kemi ngecë tek fakulteti juridik bash para 2-3 dite tajten, pikërisht, thirrin një student edhe kërkan librat në audio të juridikut. Por përgjigja ime mbet se kemi ngecë aty edhe ku kemi qenë janë 4-5 libra krejt të incizone, ndërsa për fakultetet tjera asë që vret mendje ndikosh. Jo e dini që ne e kemi potenco disa herë, kemi qute zyrja e kryeministrit, kërkesa për me mbështet këtë rast, mirë po kemi asën vesh të shordhër. Si duket, nuk fatkeqësisht mund të them, ndoshta edhe nuk ju pëlqen, po më duhet pa tjetër të them, jam e thirrur të them këta se është obligimi joni të krijojmë, obligimi është i shtetit, po ne si mbështetës të shtetit, e të personave pa dallim gjinie, se për arsimim kanë nevojë edhe gjinia e kondërt, jo vetëm gratë e vajzat e verbra, por po hasim në vesh të shordhër, apo nuk e Ministria e Arsimit nuk është e interesuar të krijoj kushte për arsimimin dhe edukimin e personave të verbër, gjë që është të merri botës, se çdo person ka nevojë, as nuk ka literatur në alfabetin e brajt, as nuk ka në audio, po si të arsimohen personat e verbër. A dojnë fatkeqësisht me bëhet verbër dyfisht, apo nuk e di ku është qëllimi i tyre. Ne kemi pas takime edhe me kryeministrin, i cili ka premtu se do të përkraheni
Po çdo herë kur shtrohet pyetja ku jemi, atëherë veç nuk gjejmë përgjigje. Dhe kjo e bën edhe ma të vështirë që këta të ri me dasht me u shkollu, me dasht me shku me studiu në njërin prej fakulteteve. Por shumë, edhe pse kanë sfida tjetër, për shembull, një person i verbër për me viju një fakultet, cilin veç ka dëshirë, ati i dohen edhe mbështetje tjera, shembull, i dohet shoqëruesi, i dohen mjetet financiare. Ne kemi ta qoj një kurgjohiq, 150 euro për një person të verbër, 150 euro janë për shoqërosin. Kush është ai person që shoqëron një person pa dallim gjinie, apo është pensionist, është student, kur studenti ka nevojë më shumë, me 150 euro. Po e kuptoj. Do të që i bjen jo një pjesë ditës, po ndërsa gjatë tërë ditës të shoqërohet. Sidomos kur ka një gjërata që nuk janë më orë të caktuara, ka hyrje, dalje dhe pa tjetër që edhe jeta e personit tjetër është në një formë stagnon apo mbetet aty dhe nuk është se lëviz dhe nuk është se mundet me lëviz tutje. Po, fatmirësisht, tashve që kemi hasë në për shembull studentat të shoqërohen me ndonjë student, shok apo shoqe, edhe ju ndihmojnë, për ndryshe kishin mejt as pa fakultet, as pa kurgjohiq, se shteti si shtet do të krijoj kushte. Por këtyne ju duken edhe ato t'i bashkoj 150 euro të shoqëruesit edhe 150 për personin e verbër, ju duken të mirë i botës se e kanë zbulu ujtë e ngrëht dikon me 300 euro për një person të verbër, po ka persona që janë edhe familjar. Me 300 euro, po do të thëmë 150, se 150 do të mi do për shoqëruesin, pa marë parasysh është student apo është pensionist. Pa marë parasysh kush është, do të, sepse shumicën e kohës vullnetarët ma të mdaj, ose ata që nuk hezitojnë me ju shoqëru, janë familjarët ose familjarët, gjithsesi janë familjarët. Familjarët i duhet pa marë parasysh shembull një pensionist e ka një fëmijë. Ai fëmijë nuk mund të punësohet dikun tjetër me kërku pun atë qoftë fizike, qoftë, pa marë parasysh, nuk mund të kërkoj pun dikun tjetër kur e ka personin e verbër, shembull s'mund si që janë pensionistët, pa marë parasysh është e verbër, as është tek pensionistët ka smundje të ndryshme. Edhe gjithsesi duhet ndihma e shoqëruesit. Atëherë çka me bo me 150 euro? Ku mi qu ato? Apo si që thëtë populli me bli një kanap edhe mu varë. është e vështirë gjadja në të cilën gjendën e, po në qoftë se me arsem jemi këtu ku jemi, çka po ndodh me punësim? Me punësim ka ndryshu diçka, janë të hapura kompanit ose institucionet publike në fakt me pranu personat të verbër në punë edhe tutje kompanit të tjera private. Institucionet publike, po se di, po mendojnë për e tjera gjëra që preokupojnë ma shumë, kurse për neve nuk e vrasin mendjen. Shumë pak, mujnë me thonë në Kosovë, zdi, a janë 10 persona të verbër të punësun apo jo. Edhe pse kemi studentet gjitha me fakultet. Mirë po nuk e vrasin mendjen, sepse institucionet publike duhet si do qoftë të mbështesin për shembull këto privatet, qoftë t'ja zvoglojnë të vëshën apo tatimet në mënyrë që një firmë ta merr një person pa marrë parasysh është e verbër apo është me handikepe tjera, kryesisht që ta ketë në gjiun e vetë se është e parapone 50 i 51 do të me qenë me nevojat e veçanta. Mirë po, na nuk po gjimë për kraje.
Qka prisni diçka ma mirë si vjetë? A prisni në qofë se janari po shkon kështu, me formimin e institucioneve të bëhet pas taj diçka ndryshe? Shpresa dese fundit, kemi thonë gjithë një. Ne gjithmonë themi se gjatë fushatës po kanë premtime të ndryshme edhe gjitha kodrat pi bojnë rafsh, deri sa po arrin atë të në venin ku pretendojnë, ku e kanë qëllimin, e tash ne po bazohemi në premtimet e fushatav, dhe është zoti që t'janë si do qoftë pak syqel, edhe pse po premtojnë asë një qeveri, jo kjo e sodit, po asë një deri me sot nuk kanë pas, edhe pse thojnë kemi ba këta, kemi ba ta. O shpall viti personave me nevojat të veçanta, 2 vite ma heret nëse s'gaboj, po nuk u ba kur gjë. Ajo shpall po mbet vetëm në përfijoka. Na kur gjë nuk përparum. A thua jemi edhe na të kësaj toke, edhe neve na dohet arsimimi, na dohet punësimi, na dohet jeta. Gjitha ato neve pa na obsigohen. Uroj që këtu kërkesat të juaja, të cilat janë të kahmatshme dhe vazhdojnë çdo herë, jo vetëm kur I kemi në biseda, po çka do që realizojmë dhe çdo kontakt e di që kërkesat qëndrojnë, vazhdojnë të qëndrojnë të njëjta. Dhe uroj që si vjetë realizohen edhe të përmbushën këto kërkesa. Madje uroj që sa më shumë të keni mbështetje financiare në mënyrë që edhe të dini në zyret e juaja, në anën tjetër të realizoni aktivitetet të cilat janë të parapara me ndodhë, dhe kështu besoj që do të shtohet pastaj tutje dhe vullnet edhe për punë, për arsimim, edhe për çështje tjera. Shpresoj, inshallah bëhen pak më syqel, mendojnë edhe për këtë kategori, jo vetëm për kategori tjera, se edhe neve na duhet jeta siç I duhet çdo personi tjetër, edhe ne kërkojmë kushte si që kërkan çdo njeri I gjallë, por ne kemi nevojë ma shumë, qoftë për arsimim, arsimimi të na është më vëbek, mujnë me thonë, se kushtet nuk I kemë, a çdo person ka nevojë për arsimim. Pa diskutojmë, faleminderit shumë për kohën që keni ndarë me të qenë pjesë e emisionit mëngjesit. Shumë kënaqësi që ju pata në studio. Faleminderit juve, me të vërtet gjithnjë kemi pas një përkraje për çdo gjë që kemi kërkuar mbështetje për juve, kemi pas. Faleminderit shumë. Me kënaqësi është e jona. Me kënaqësi uroj që të na përcjellë edhe ky bashkëpunim edhe tutje edhe në vitet në vazhdim.